Ditës botërore të shëndetësisë u bashkangjitja dhe qyteti i Gostivarit, ku pushteti lokal me shkollën e mesme të mjekësisë ngritën tent në qendër të qytetit, nga ku për qytetarët u bën kontrolle falas të shtypjes së gjakut dhe sheqerit. Aktivitetit u bashkangjitë edhe kryetari Valbon Limani, të cilit po ashtu nga nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë ju bën disa kontrolle. Me këtë rast, Limani tha se përmes këtij aktiviteti tashmë tradicionalisht në Gostivar dëshirojnë sadopak të ngrisin vetdijen e qytetarëve për mbrojtje të shëndetit. Sot dolëm të vizitojmë nxënësit e shkollës së mesme mjekësore, të cilat si shkollë në bashkëpunim me Komunën e Gostivarit, me rastin e ditës ndërkombëtare të shëndetësisë 7 prillit, organizojnë kontrolle të nivelit të glikemisë apo të sheqerit në gjak, si dhe shtypjen. Qytetarët të cilët dëshirojnë të bëjnë kontroll të tillë mund ta bëjnë gjatë ditës, edhe unë shfrytëzova rastin ta bëj të njëjtën dhe me këtë rast dërgojmë një porosi deri tek qytetarët të kujdesen sa më tepër për shëndetin e vet dhe të bëjnë kontrolle prevenuese sa herë që ka nevojë. Si specialisti i endokrinologjisë, Limani porositi qytetarët që nëse duan të kenë shëndet më të mirë të kujdesen për të ushqyer shëndetshëm dhe të kenë më shumë aktivitet fizik, sidomos ato që kanë predispozita dhe linja gjenetike familjare mbi sëmundjen e diabetit. Të kujdesen grupet e njerëzve të cilët kanë predispozita gjenetike, ata të cilët kanë prindër apo gjyshe me këtë sëmundje, gjithashtu mënyra e ushqimit dhe mënyra e jetesës është shumë me rëndësi dhe aktiviteti fizik, si le të themi 3 shtyllat të cilat janë faktor rreziku për këtë sëmundje. Drejtori i shkollës së mesme të mjekësisë Jeton Sulejmani tha se si shkollë dita botërore e shëndetit është pjesë e programit të tyre mësimor, që për çdo vit shënohet me aktivitete të ndryshme sensibilizuese. Ne sot kemi dalë me nxënësit dhe me profesorët e pjesës praktike, që sadopak të jemi më afër qytetarëve, që ato të bëjnë disa matje të sheqerit, matjen e shtypjes, kështu me radhë, që të sensibilizohemi me qytetarët që të jenë pak më aktiv dhe të bëjnë kontrolla më të shpeshta, të jenë ushqim tanë, ushqim të shëndetshëm dhe më tepër të mirën me sport. Si zakonisht ne këto aktivitete i kemi të parapare në plan programin e shkollës dhe kjo është bërë si traditë çdo vit ne këto aktivitete i manifestojmë në shkollën tonë. Ndryshe, dita botërore e shëndetit shënohet për çdo vit më 7 prill, në përvjetonin e themelimit të organizatës botërore të shëndetësisë. Kjo ditë na jep mundësinë unike për të mobilizuar të gjithë në lidhje me një temë të caktuar shëndetësore.